Sot do të udhëtojmë në jetën e një gruaje që ndryshoi botën. Një grua që u bë simbol i mëshirës, dashurisë dhe shpresës. Ajo është Nën Tereza dhe pak njerëz e dinë se ajo ishte shqiptare. Sot do ta zbulojmë historinë e saj, rënjët, jetën dhe trashëgiminë. Familja Bojaxhiu i përkiste komunitetit katolik shqiptar në Shkup. Katolikët shqiptar ishin pakic, por mbanin fort traditat dhe besimin. Festa e Krishtlindjes dhe Pashkët kremtoheshin me këngë dhe lutje në Shqip. Kishat ishin jo vetëm vende adhurimi, por edhe qendra bashkësie. Familja e Gonxhes merrte pjesë rregullisht në mesh dhe në procesione. Ky besim i thellë katolik do të formonte rrugën e saj drejt shenjtërisë. Gonxhja lindi më 26 gusht 1910 në një familje të ngrohtë dhe patriotike. Babai, Nikola, ishte një tregtar me ndikim dhe aktiv në jetën politike. Ai shpesh mbështeste çështjen shqiptare dhe ndihmonte bashkëdhetarët. Nëna Drane ishte shtëpiake, e njohur për bujari dhe besim të palëkundur. Shtëpia e tyre ishte plot këngë shqiptare dhe tradita të lashta. Drania shpesh thoshte: "Bëni mirë pa pritur shpërblim." Kur Gonxhja ishte vetëm 8 vjeç, babai vdiq pa pritur, duke lënë familjen në vështirësi. Drania i rriti fëmijët me besim, punë të ndershme dhe dashuri për njëri tjetrin. Qysh e vogël, Gonxhja mësoi të ndihmonte fqinjët e varfër dhe ishte e përulur. Në moshën 12 vjeçare, Gonxhja vizitoi Letnicën në Kosovë. Në kishën e zojës së Letnicës, gjatë një meshe, ndjeu thirrjen për të qenë murgesh. Ky ishte momenti që do të ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Ajo e përshkroi këtë si një thirrje nga Zoti për të shërbyer të varfërve. Në vitin 1928, në moshën 18 vjeç, ajo la shtëpinë dhe shkoi në Irlandë. U bashkua me motrat e Loretos, ku mori emrin Tereza. Pas një viti, u dërgua në Indi, në qytetin e Kalkutës. Fillimisht punoi si mësuese në një shkollë katolike për vajza të varfra, por varfëria e tmerrshme e qytetit e preku shumë. Në vitin 1946 ndjeu një thirrje të re, të jetonte mes të varfërve. Në vitin 1950 themeloi Misionaret e Bamirësisë. Fillimisht ishin vetëm 12 murgesha, por shumë shpejt u bën mijëra. Ato hapën shtëpi për jetimët, shkolla për të varfrit dhe spitale për të sëmurët. Një nga veprat më të njohura ishte Shtëpia e Zemrës së Pastër. Aty silleshin njerëz që po vdisnin në rrugë për t'u trajtuar me dinjitet. Nën Tereza besonte se çdo njeri meriton dashuri deri në frymën e fundit. Ajo hapi gjithashtu qendra për lebrozët, një sëmundje e stigmatizuar aso kohe. Nëpërmjet kujdesit të saj, shumë njerëz gjetën shpresë dhe dinjitet. Bota nuk mund ta injoronte veprën e saj të jashtëzakonshme. Kështu që në vitin 1979, ajo fitoi çmimin Nobel për paqen. Në vend të darkës zyrtare, kërkoi që parat të përdoreshin për të ushqyer të varfrit. Fjalët e saj të famshme ishin: "Paqja fillon me një buzëqeshje." Ajo u takua me pap, president dhe udhëheqës nga e gjithë bota. Papa John Paul II e konsideronte si një mikesh shumë të afërt. Presidenti amerikan Ronald Reagan e quajti një engjëll të gjallë. Princi Charles dhe princesha Diana e takuan dhe u frymëzuan nga thjeshtësia e saj. Nën Tereza la pas shumë fjalë që sot janë udhërrëfyese për njerëzimin. Jo të gjithë mund të bëjmë gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri. Nëse gjykon njerëzit, nuk ke kohë t'i duash ata. Nëse nuk mund të ushqesh 100 njerëz, ushqe një. Pa njëri tjetrin, nuk kemi paqe. Edhe pse jetoi larg, ajo kurrë nuk e harroi origjinën shqiptare. Në vitin 1989, vizitoi Shqipërinë pas dekadash izolimi. Ajo vizitoi varrezat ku ishte varrosur nëna e saj Drane dhe motra Age. U lut për tokën shqiptare dhe bekoi popullin e saj. Në Kosovë, shqiptarët e shihnin si krenari kombëtare.
Nën Tereza u nda nga jeta më 5 shtator 1997 në Kalkut. Vdekja e saj shkaktoi zi dhe lutje në mbar botën. Ceremonia e varrimit u ndoq nga president, mbretër dhe miliona njerëz të thjeshtë. Në vitin 2003, ajo u shpall e lume nga Papa Gjon Pali II. Në vitin 2016, Papa Francesku e shpalli shenjtore në sheshin e Shën Pjetrit. Mijëra shqiptar nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora morën pjesë në ceremoni. Ajo tani quhet Shën Tereza e Kalkutës. Trashëgimia e saj vazhdon me misionaret e bamirësisë në mbi 130 vende. Në Shqipëri, aeroporti i Tiranës mban emrin Nën Tereza. Në Prishtinë, sheshi kryesor dhe katedralja më e madhe mbajnë emrin e saj. Statujat e saj ndodhen në Tiranë, Prishtinë, Shkup dhe në shumë qytete të botës. Kombet e Bashkuara e kanë shpallur 5 shtatorin si dita botërore e bamirësisë. Pra miq, a e dinit se Nën Tereza ishte shqiptare? Nga një vajzë e vogël në Shkup u bë një nën për të varfrit në mbar botën. Historia e saj na mëson se dashuria është gjuha universale. Faleminderit që qëndruat me Shqipify deri në fund. Mos harroni fjalët e saj. Bëni gjëra të vogla me dashuri të madhe. Shihemi në videon tjetër.